Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Aktoria e njohur turke rrëfen dhimbjen pas ndarjes, më dhanë gjithçka po jo dashuri. Edhe pse ka asur marrëdhënie të bujshme dhe është dashuruar me shumë emra dhe aktorë të njohur të showbizit turk, Hande Erçel pranon se asnjë nga partnerët e saj nuk arriti t'i jap dashurinë që ajo kërkonte thellë në zemër. Në një intervistë të fundit, aktoria e njohur u shpreh se ka dashuruar shumë herë në jetë, por nuk është ndjerë kurrë e dashuruar në mënyrën e vërtet nga të tjerët. Kur më pyesin nëse ndonjëherë më kanë dashur, them jo. Kam dashur unë, por nuk e ka marrë kur mbrapsht. Ajo u shpreh se me kalimin e kohës kuptoi që problemi nuk ishte ajo, për fakti që shumë nga partnerët e saj nuk ishin në gjendjen që ta donin, sepse nuk donin veten e tyre. Më ka dhënë gjithçka, unaza, shtëpi, lidhje, prezantime familje, por jo dashuri. Dhe e kuptova se as unë nuk e doja plotësisht veten, pranoi ajo. E njohur për filmat e saj turk, sidomos filmat e romancë, ajo u shpreh që të gjithë kolegët me të cilët ka rënë në dashuri kanë qenë një zhgënjim i vërtet. Përmend këtu edhe lidhjen e fundit të bujshme me të cilën nuk ka shumë kohë që është ndarë.